po. Tash pse po thotë pse Albin Kurti s'ma kthej vitin 97? Unë s'pe dyshoj këto, unë po them zotëria Abdigjiku nuk ka qenë i sinqert me juve drejt për drejt. Partia juaj të kundërshton. Sa ka libra amnën, Albin Kurti ka thënë Lumir Abdigjiku të glau konjuft është i mirë, mos jetë president se fol si ju, doket si ju, het si ju. Si kush het? Fol si ju, doket si ju, het si ju. Glau konjufta, është i mirë më kon. Ai s'ka thonën, është i mirë më kon Arben Gashi. Ose ka thonën, po munona me gjetë në akademi, s'po duhet të përmend, se ne kam shumë respekt për ata njerëz në akademi. Çka ka përdor termin për akademcat tonë. Ose për një amën për shoshni civile i ka zgjedhë, vetë shoshni civile i ka zgjedhë. Shumë respektu me te dhe unë e njoh me doktoreshën Feride Rushidi. Është vërtet. Kredi ka. Po nxjerrja e emnit në pamundësi mos zgjedh president është me djegat e emën. Hajde Feridën, po hajde që e ka po Fatmir Spahijut be. E ka propozu ministër kur s'ka mujtë më zgjedh, kur ka mujtë më zgjedh, e ka propozu dikon tjetër. A mendon që do të ishte LDK në një pozitë shumë më të mirë sikur ta kish dhënë një ofertë? Çfarë do që të jetë ajo? Me pas ton Albin Kurti që kena marrëveshje pari more me LDK-n për çështën e presidentit, Lumir Abdigjiku është këtu në LDK, kishme fol me emën. Unë prapë po ikni përgjigjes për s'ka lidhje. Intervenim edhe Gashi. Pajtona me ty se Lutfi Aziri është një për figurave që e mrin kompromisin edhe ka brum presidencial. Por çështja është si ka rrjedh ngjarjet kuvendit, pra zgjedhja e kryetarëve dhe nënkryetarëve, hapi i dytë formimi i qeverisë, hapi i tretë miratimi i buxhetit, hapi i katërt ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë Këto krejt dhe kanë ka ndodhur. thonë pastaj vim te presidenti. I kemi kry 4 hapat. Po sepse jeni institucionalist, e kuptoj këto, është shumë e vërtetë ajo.